Ministri Gjerman në Tiranë, Eberhard von Panwitz, një diplomat me përvojë, ndoqi nga afër zhvillimet politike në Shqipërinë e fundviteve 30 dhe artoi raporte të shumta mbi situatën. Veprimtaria e tij u karakterizua nga intensiteti i lartë diplomatik dhe dokumentet e tij ruhen sot në arkivat gjermane. Pas pushtimit italian të 7 prillit 1939, ai përgatiti një raport të detajuar më 15 prill, me vlerë të veçantë pasi ofron këndvështrimin e një dëshmitari relativisht të paanshëm, duke qenë se Gjermania nuk kishte interesa të drejtpërdrejta në Shqipëri në atë kohë. Sipas tij, Italia fillimisht synonte ta kontrollonte Shqipërinë në mënyrë paqësore, përmes ndikimit politik dhe ekonomik, duke ruetur edhe mbretin zog. Megjithatë, zhvillime të ndryshme përfshirë veprimtarinë e këshilltarit italian Giro dhe përkeqësimin e marrëdhënieve çuan drejt një kursi më agresiv. Italia i paraqiti kërkesa gjithnjëje më të forta qeverisë shqiptare, të cilat u refuzuan, duke rritur tensionet. Në fund, italianët vendosën ndërhyrjen ushtarake. Më 7 prill, trupat italiane zbarkuan në portet kryesore shqiptare dhe hasën rezistencë të papritur, veçanërisht në Durrës.